Këtë arritën të triumfoni me përmbysje ndaj Senegalit me rezultatin 3-2. E kemi një ekip evropian që ka kaluar tashmë në fazën çerek finale. Deri ku mund shkojë Belgjika? Sepse tani gara bëhet më e vështirë. Them drejtën, ishte një ndeshje çmendur mbrëm. Belgjika me Senegalin, sepse deri në fund, deri minutën 86, Senegali po fitonte dhe realisht po loste mirë. Por ky është futbolli, prandaj është i bukur, një nga sportet më të bukura dhe më të ndjekura në botë. Belgjika arriti, domethënë normalisht dhe me zëvendësime që trajneri bëri pjesën e dytë, arritet që të barazonte dhe me merit në fund dhe ta kthente, domethënë, dhe pse në shtesë ta kthente dhe fitonte. Nuk e di, nuk është si i shoh pretendent, nuk është si shikoj pretendent për të fituar botërorin, por të shohim në vazhdim. Patjetër. Edhe sfida interesante presim për të ndalur fillimisht te Spanjë-Austri. A mendoni që ka diferenca të mëdha në letër mes këtyre dy ekipeve? Mendoj që po, sepse Spanja dihet ka hyrë botëror në ekip, është një nga ekipet pretendent për këta fitu këtë ndeshje dhe unë mendoj që janë favorit absolut sonde për të fitu kundër Austrisë. Do ta marrim, por nuk mendoni që Austria do ta vendosë në ndonjë çast në opozit ekipit spanjoll? Jo, nuk e mendoj kur. Okej, ndërkohë Portugalin me Kroacinë. Kjo është ndeshje, të them drejtën, ndeshje e fortë, sepse të dy ekipet para se fillon të botërori kanë qenë përqëmëri të mëdha, por asnjëra nga këto dy